mora makinën edhe u nisa për në spital aty ku edhe kom lind. Kryva lindjen, veç e bona një fotografi dhe ja dërgova Vegimit, i thash, a peknën edhe një kongë që tash se u bone bab prapë. Interesant, Vegim, që sheprit e lojmin, pak ma ndryshën dështa me marë nga babalartë e tjerë? Edhe lojmin e prita, normal, ish një emocion i jashtëzakonshëm, edhe isha të këndu, ndarësëm, kam qenë në prizern të një familje shumë ndërune, nuk do të harroj atë familje kur e përjetësat jo në gjallë, sepse e ku marrë lajmin ma të mirë, bona baba dhe babin i vajzës, e vajzat unë i du shumë, edhe Zoti i madh ma plotësoj dëshirën kofshin falti, edhe na gëzoj edhe mu dhe Merlin me një vajzë shumë bukur. Po një gëzuar për vajzën dhe për gjithë fëmija që kanë ardhur në jetë këtë vetë nështë, edhe të tjera që pritën mine. Amin, gojat lumë. Po flasim për vitin 2025, si çdo vit tjetër i ka ato sukseset i veta, i ka ato ditët e mira, i ka ato sfidat, po ndoshta të fillojmë me Vegimin nga aspekti profesional në karrierë, si do ta themi, si do ta emroje këtë vit, Vegim, si ka shku i gjithë vitin 2025 për ty? Me të regu drejten, jo mirë, po edhe mi ka thy ato pritshmëritë e mia, shakun pas, do më thonë, i ka te i kalu, faleminderit gjithmonë Zotit kofshin falti që na ka falë shëndetin, sepse ajo është primarën se kur nuk e ke shëndetin, nuk mundesh as me punu, as më marrë me karrierës që është thelpsore, familjen, bashkëshorten, që gjithmonë e kam krah djath, edhe më ndihmon shumë edhe në aspektin profesional, edhe unë mendoj që ka qenë një vit i begatshëm, faleminderit Zotit edhe publikës, njerëzve, shqiptarëve të mi, kam kara, do më thonë më shku komplet territorin e Kosovës, pa dallim, Maqedoni, kum pas darës ma shumë, edhe kam edhe në sezonën e ardhshme, vëllezërve tonë edhe nga Shqipëria, nga Ulqini, ana i gjithëve, faleminderit shumë, faleminderit që më dojnë, më marrin, faleminderit juve mediave që na mani gjallë, mes me u harru. Pa tjetër, emra Vegim të tillë, të cilët me të vërtet sjellin atmosfera festive, dhe të kaq kënaqshme, nuk duhet haruar asnjëherë dhe do duhet i risjellim ata her pas here, prandaj jemi shumë mirënjohës dhe falendërues që keni pranuar ftesën. Lutem, më shumë kënaqësi. Edhe ne e kemi gërshëtuar këtë bisedë edhe me pika muzikore, por para se të vazhdoj me një pikë muzikore, do doja ta pyesja pak Mirelën, sepse e dim që ajo gjatë viteve në karrierën e saj është edhe mësimdhënëse me profesion, po ky vit po besoj e ka gjetur në profesionin, themi, në titullin mëmësisë më shumë. Tregona se sa ka qenë e vështirë, ndoshta që t'jesh kaq pranë vajzës, të kujdesesh për të, cilat kanë qenë ato sfidat e tua si nonë gjatë këtij viti? Djalja dhe vajza ka një diferencë pak, është gati 7 vite që djalja është më i madh se vajza. Sfidë nuk muj me çujt se gjaja më e bukur që të ndodhe në jetë është mu banan, kështu që na ka kthy pak atë fëmjerina? Na ka kthy nostalgji, na ka kthy dashninë në shtëpi, na ka kthy harmoninë në shtëpi, do me thonë gjithçka është ndryshe. Na ka po bebe dhe neve. Lind, po unë veç diçka po gëzona, shqyqyr që ja çollova me bo një vajzë, se Vegimi më thëjke edhe nëse i bën 10 djem, pa me ma bo një qik, nuk lora atë, kështu që kjo është i apasionun pas vajzave. Kjo është nështë pjesa që ne duhet të ngushlohemi, të gjithë personat të cilat kemi humbur në jetë. Tash po lidhi me besim. Unë mendoj që besimi është një rol kyç shumë në jetën tonë, për mu përballu me sfida, pa marrë parasysh të gjithë secili e zgjen veten me një besim dikun, është çështje shumë personale e njeriu, të formën e tij, që beson në Zotin. Po unë e kom gjetë në atë formë, e kom gjetë atë formull edhe ju më kap dikun, ku duhet më kap, edhe ajo është i madh i Zot, edhe e besoj Zotin shumë, edhe unë mendoj që shumë njerëz duhet mi besu Zotin, pa Zotin nuk... Unë nuk di që shmënoj njerëz me jetë se njeta, din pa... Shumë sinqerisht e kom adin, pa besimin të madhin Zot, dhe ajo është formula, do më thonë, ku ta gjen veten,
Edhe beson edhe adin të ftofë, do më thonë, te i kalohet gjithë shka që po thotë Mirela,